për djemt e burrit mrekullueshëm asaj zone. Kur përmeni babën e këtyne, unë përmeni Kashnjetin. Edhe i lutëm Zotit edhe Zot që Kashnjeti nuk shkoj me Marshanin, po meti me Lezhën, se Lezhën nuk do kishte kuptim pa në ty. Sto goja. Më vjen keq se na morën Vigun në sajë. Po. Prit. Marashi nuk po të shef në sytë mirë si e të lavdru Kashtjetin. Ne këna nej me... Ne këna nej me... Ne këna nej me... Sharion nuk lavdoj fort. E këna ba ma dhe Nuk e gjint. këna ba dhe mlevje, kasoj kërë. Nuk e gjint, i shaj për gjint. Kur kishin shamatën Kashnjet, u qonë të vomë. E malkonte, njeri unë e keq voma dhe mërë të rrugë. Lala, konte, të pushojnë voma i herë, të lanë valen, të di shti që të ku kalot, edhe me shkopë dhe kam. Ka qenë i burë që ka pajtu. Njerëzit nuk kanë qenë të shumë dashamirës. Më vjen mirë shumë që djemët e tia kanë marrë, jo 100%, po 100% nga i babës vetë. Një familje e mrekullueshme, që edhe në Kalivaç, edhe në Lezhë, po dinë më rujtë traditat e Kalivaqit, e zonës Kashnjetit. E dyta dhe që Shnetin, për misin që ka ke shpi. Për dhanurt, për djemt e mesat që ka ke shpi. Për shushnjem duke se nga zona e Proteshavës, apo jo, nga Buxhoni. Nga Buxhoni. Nga Buxhoni. Edhe ty që më shkëndurët. Prena se i din e kena si motër tonën, kështu? Se Lola i patlan 5 dje me 4 vajza, u do të se zban në i motër tjetër. Aja motra jonë. Lola në një gjonë në ati. Edhe sheh nejnë që i bëtë tu, i laqë, mirë djemët, kur vinë koha. Faleminderit shumë. E inshallah, e lgime dhe dheke për herë. Amen. Mas me vujtë. Shumë goja, faleminderit shumë. Goja. Ja qeta e të rajtjeta. Zuar më në shnoga. Zuar, paqa. Mirë se keni ardhë. Ju pache, më premdar që mirë se keni ardhë.